Me këto para që keni vjedhur, koncesion për 35 vjet, 1.3 miliard euro për 20 kilometra. E keni ndash Shqipërinë në dy. Kush është nga jugu, nëse do të vej në veri, duhet të pagoj taksën. Kush është nga veriu dhe do të vej në jug, do të pagoj taksën. Për të vajtur në aeroport, do të paguar taksa. Pse? Sepse ju duhen parat. 1.3 miliard euro. Ky është problemi, prandaj ju duhen parat. Të pëlqen kur njerëzit ta flasin në fytyrë. Të pëlqen, do më shkosh vesh të mua ti. Ministri i Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë që liron të korruptuarit. Je burr. Zoti Sheaj, vazhdoni fjalën tuaj. Jep dorëqe. Erdhe këtu dhe gënjete. Jep dorëqe, jep dorëqe. Jep dorëqe. Ashtrus. Jep dorëqe. Jep dorëqe, do vjen mirë, ha? Ka pret. Do vjen mirë. Nuk të vjen mirë që erdhe gënjete këtu. Nuk të vjen mirë. Cile keni ju, sepse para se të paguani faturat, duhet i monitoroni. Edhe nëse Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës nuk u jep informacione, shkoni në SPAK. E mos hajdeni këtu duke thënë, po s'ma dha mua duke u qarë, se bëra do të punën unë, se Ministria nuk më dha raportin. Pse s'vajte në SPAK? Pse nuk vajte në SPAK? Të vëshën, zoti minister, keni paguar 4.5 milion euro të vëshë, e cila nuk duhet të paguaj. Unë si qytetar, qytetarët shqiptar, e kisha është fatura këtu, qytetarët shqiptar nuk e paguajnë të vëshën për shërbimet shëndetësore. Ju, zoti minister, me çdo drejt, paguani me parat tona dhe me parat e shqiptarve, diçka për të cilën nuk jeni i detyruar ta paguani. Askush në Republikën e Shqipërisë, përveç juve, paguan të vëshën. Ju pse keni harxuar 4.5 milion euro për të pagesë? Ka për të buzëqeshur, zonja ministre, po flas për ilaçet që mungojnë tek spitali. Nuk ka për të qeshur. Nuk ka për të qeshur. Nuk ka për të qeshur. Mungojnë ilaçe. Janë komunikimet e mjekëve që thonë gënjejni. Mos u thoni të vërtetën. E kuptoni që kjo gjë është kriminale? E kuptoni që një mjek do t'i thotë të vërtetën? Pse se pacienti mund të gjejë një zgjidhje tjetër. E kuptoni këtë gjë apo jo? Shëndetësia, zonja ministre, është ministria ku vidhet më shumë. 100 miliona euro keni harxuar me PPP-t. Të gjitha, pa përjashtim, të gjitha PPP-t janë në hetim nga SPAK-u për korrupsion. Keni vjedhur para me kompani offshore, keni zhdukur parat me kompani offshore. Keni zhdukur para me punëtor krau, i keni dhënë 100 milion euro. E morën nga Italia, e sot këtu, i dha 100 milion euro. Është në hetim ai tani. Po vetëm ai mban përgjegjësi. Ju s'mbani përgjegjësi. U detyroj. Kjo ndodh, zonja ministre të ekologjikut. Se nuk ka skandal më të madh se ky që përfshin të gjithë qeverinë, nga Ministria e Infrastrukturës, tek Ministria e Mjedisit, tek Ministria e Brendshme, tek Ministria e Financave, të cilët duhet kontrollonin dhe janë në këtë urdhër. I kërkohet autoritetit portual, është urdhër ekzekutiv, Kapitanerisë së Portit, Dega e Doganës, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin, Drejtoria Vendore Policisë, Drejtoria e Hetimit Doganor, janë të gjithë, duhet të zbatoni ligjin, duhet të respektoni urdhrin e prokurorisë. Mirë që nuk jepni përgjigjen, mirë që nuk shpjegoni, mirë që nuk bëni transparencë me çfarë keni bërë, por të paktën respektoni urdhrin e prokurorisë. Është e qartë se nuk e bëni. Është e qartë sepse duhet të fshini trafikun ndërkombëtar me mbjetje toksike që keni bërë nga porti Durrësit.